Këtë dhe vendosjes edhe sot në këtë formë të zgjedhet presidenti i ri. Është situatë ndryshe të gjitha zhvillimet që kanë pa në Kosovë pas pavarësisë, ata që ushtojnë funksione shtetërore, kryeministri, kryetaria e parlamentit edhe kështu të tyre e presidentit, dje kanë bërë shkelje kushtetuese. Kjo është ngjashme me shpërimin e kushtetutës që kam krahasuar ata që kanë ndodhur në kaluar. Ka është një ngjarje shumë e rrezikshme, një drejtim i rrezikshëm. Edhe vërtet i bëj thirrje që të ndahet, mos vazhdojnë në këtë drejtim. Ruajtja e pushtetit, mbajtja e pushtetit, ardha në pushtet është e mundshme duke respektuar kushtetutën, duke respektuar demokracinë e vendit. Nëse shkojnë kësaj rrugë të rrezikshme, po na pamundsojnë funksionet bazë kushtetutës, edhe nuk na lënë rrugë tjetër përpas që të drejtohemi qytetarëve, sovranit, që të mobilizohemi që të mbrojmë kushtetutën e Kosovës. E kemi detyrë, e kemi obligim. Unë besoj që sovrani e bën këtë, e ka bërë çdo etapë të jetës së këtij vendi. Kuptohet me veprime që sovrani vetë i identifikon, që mund të jenë edhe protesta, edhe veprime tjera për shkallëzime që ndryshon të nevojshme, por prapë edhe një herë i thras të dijes, ndërgjegjës gjithë, mos bëhen pjesë e shkeljes kushtetutës, e këtij turpi, njëkohësisht edhe zonja që janë kandidate për presidente, po edhe deputetët e komuniteteve, jo shumicë, edhe gjithë ata që kanë logjikë të ndalen, pra mos vazhdojnë me qenë pjesë e këtij turpi. Kushdo që bëhet pjesë e veprimeve që me u shkel kushtetuta e vendit në këtë mënyrë, pra me u qenu rendi kushtetues, i mbulon turpi. Po t'i mbulon turpi për jetë, pra s'ka lidhje kush janë, çka kanë bërë deri në këtë moment. Po nëse bëhen pjesë e dhunimit kushtetutës, e kësaj qire të tillë të rrezikshme, kuptohet që pasojat do të jenë përjetshme për gjithë ata që bëhen pjesë. Ju faleminderit vetëm. Zotëria Radinaj.